Edi Rama është i larguar sepse është i diskredituar shpejt. Fatmirësisht ne kemi miq edhe në Senat, edhe në Kongres, por edhe në Bashkimin Evropian. Tashmë, në të gjitha takimet, në 2 takimet, 3 takimet e fundit që ka shkuar, të gjithë liderët dhe drejtuesit europian, të cilëve ju shiste pordh, që unë i shtyp, se edhe Meloni i pa të thënë, nuk të duhet gjë mandati 4. Po dhe Tony Blairi i ka thënë, po ta jap sigur 100%. Ma ka thënë njerëz që kanë qenë afër. I ka thënë Edi mos shko për mandatin e 4, se do të kthehet kundra. Pra, të gjithë po i thonë, "Amor Edi, ti që shtypje popullin, ti që nuk pirdhje për popullin." Pra, është i diskredituar edhe nga Amerika, edhe nga përballja me Kongresin, me Senatin, edhe nga problematikat që po dalin jashtë si pasojë këtyre hetimeve, por edhe nga përplasja me Donald Trumpin që nuk e fal kur për këtë lojë të ndyrë që i ka bërë, për këtë diskreditim, në cilën fakt presidenti Trump, se të gjitha mediat e botës, nga mëngjesi darkë, ja marr garet kushten, po. Që merren me presidentin Trump, i cili ka dashur ose po tenton të vjedhi apo të hapi biznesen, ndërkohë që presidenti Trump s'ka lidhje fare me këtë. Pra e futi në një qorsokak të qëllimshëm, që nga njëra anë të vazhdonte mbështetjen e Sorosit, pra bëri pjesën e tij, dhe nga ana tjetër bën hiqet sikur në fakt kush do t'i pyesë investimet do vazhdojnë. Është i tmerruar se është peng i këtyre njerëzve që e sollën pushtet, i kriminalëve, i të fortëve, dhe më bëre shpar një pyetje dhe lam për gjys. Është frikacak, është i pabes, është i pa fe, është i pa burr. Dhe përrjelloj është turpi më i madh që Shqipëria, flas për ata që e votuan një kryeministër breksalep si puna këtij. Po si ka mundsi mor kolonel me gjithë antivlera që ka ky si personalitet, burracak, frikacak, i dhunshëm me femrat, se ky ka qenë i dhunshëm me femrat, kupton, nuk ka se me femrat, narcisisht i dhunshëm. Dhe frikacak me meshkujt. Edhe frikacak me meshkujt, se ky është beta. Gjithmonë historikisht e kanë rraf. Po kot nuk ja thash atëherë unë që më sulmoj, jo ky fluturaku u vlia bufit e gjitha, se unë i di një historik ti me një shpend në rinin e vet. E ka kurdisur shpendi aja dashim. I tash ka kompleksuar vlla ky emri shpend se të kërdis edhe unë. Një herë të kem përball. Ti kesh ti kryeministër e gjitha me radhë, ti se burr vlla. Unë pakën iki natën vetëm shtëpi. Ky edhe në jatin e vet rrimë 40 bodyguard. Edhe bodyguardët e vet na çfarë kena dëgju, i torturon, o kolonel, i torturon. Literalisht i torturon vlla. Po futet e bodyguardët, ata më lër mos janë gjithë shokët e mi të shkollës, me cilët kam kalu një jetë me ta prej 30 vitesh. Është njeri i pamoralshëm, është njeri mosminjos dhe përrjelloj mban afër vetëm njerëz të cilët i thyn, i shan, sepse ai nuk do kishte shans, po të kishte tandemirin afër që ta ngrinte zërin. Dhe këtë e ka provuar, e ka paj. Kështu që ai mban afër njerëz vetëm legena, që ne në gjuhën e rrugës i themi legena, njerëz cilëve ju merr grata dhe ju jep gratë, në kuptimin e mirë të fjalës, jo në kuptimin e keq, dhe njerëz të cilët pastaj i ka atje me bon sens, sigurisht, jo, absolutisht. Ato janë, është sekti i rilindjes, e kemi qytë. Dhe njerëz, tani do t'jap një lajm ekskluziv, është hera parë. Shumë shpejt. Hajde inshallah. E njerëz, like, jemi 630 veta, jeni 125 like më. Edhe like-et i keni me lekë. Se donacionet dërgoni. Shumë shpejt do t'i tregojmë popullit shqiptarve, vëllezërve dhe motrave tona, se kush janë ato diplomat të cilët vinë në Shqipëri si ambasador apo ambasadore dhe
do t'ju tregojmë live veprimtarinë e tyre të ndyrë nën suportin, nën mbështetjen e rilindjes, ata cilët na shesin moral ne për vlera, kupton? Ato që do na çojnë ne në Bashkimin Evropian. Se si blien, se si shfrytëzohen, se si keq përdoren nga regjimi i rilindjes. Ne e kemi detyrimin shpent që t'ju tregojmë live shqiptarëve, t'ju hapim syt, një pjesë të madhe të tyre që nuk i kanë sytë hapura, sepse jo çdo kush e ka pas mundësi për të shkuar në shkollë, apo për të pas pozicione të caktuara, apo për të pas akses në informacione të klasifikuara, apo në rrjete të cilat është detyra e secilit prej nesh t'i tregojmë popullit shqiptar se nga kush drejtohemi dhe kush janë ata që na shesin moral në vendin tonë. Pra njerëzit më të pamoralshëm, më të super korruptuar, duke filluar nga ambasadorët e Bashkimit Evropian, por jo vetëm. Soreka me shok. Soreka me shok, se Lajçak doli dhe u kap tek doset Epstein. Epstein Files, ta femrat shqiptare janë shumë të bukura, janë të lezetshme shumë. Pastaj ne të dy, pa shka se ky vazhdon të jetë hidden truth, jo konspiracion, se nuk kemi vërtetim, se nuk kemi video dhe foto, se jemi snitcha. Ne dim që edhe politikane, femra, literalisht politikane, femra të mandatuara nga sovrani, nëse mund të quhemi sovran neve, se ne nuk zgjedhim, ne votojmë. Përdoreshin si eskorta për drejtues departamentesh të huaja që vinin këtu nga Bashkimi Evropian e gjitha me radhë. Dhe kjo është shumë e neverishme. Unë nuk jam absolutisht, janë deputetët shesi moral, të shkojnë edhe në për këto televizionet alla Top Channel të flasin për familjen, merr burrin, buratinin aty, atë që ja kanë dhënë për burr, gjer 3 foto me fëmijët, thot një familje lumtur, ndërkohë që merret me mend se çfarë, kupton, është e tmerrshme. Ne jetojmë në një shoqëri. Si jemi mendje mbyllur, ne nuk kemi, ne të dy dhe ata që na ndjekin, ne nuk kemi mendje mbyllur, ne nuk kemi në kohën e qepës, që seksi është tabu, po nuk mund të vesh dot si safeti, a kupton, të shkosh në zyrën e shtetit. Shko vlla në hotel, vjeta jote personale është jetë personale, po mos e ngatro me punën. Se këta e ka ngatru me punën, domethënë është bërë intervista për të hyrë në partitë politike, si PS, si PD, duhet kalosh nga llampadari i këtyre sekretarëve të përgjithshëm organizativë vëlla. Është të mërshme. Ja, nuk besoj se në Partinë Demokratike kemi pas raste të tilla. Unë të paktën nuk kam dieni. Ndoshta ju keni dieni. Kur keni ikur juve, ndoshta ka filluar. Ka një arsye, e ke menduar ndonjëherë kolonel që ka një arsye pse kjo revolt përjashtoi edhe opozitën, pa shka se unë kam bindjen që opozita mirë apo keq duhet të ishte aty sepse na duhet për numër, sepse armiku është për të mundur është Rama. Po e ke kuptuar ndonjëherë, domethënë e ke analizuar ndonjëherë pse është të huajsuar edhe opozita, sepse is the same fucking shit. Është e njëjta gjë vëlla. Absolutisht që edhe opozita ka problemet e veta. Në mënyrë që të rrëzohet kryesora e rilindjes, duhet të krijohet një bashkim mbar shqiptar. Dhe në rast se ne do nënvlerësojmë peshën e opozitës bashkuar, që të paktën është 35% e shqiptarëve, do të ishte një gabim i madh, sepse ky gabim dhe ky nënvlerësim do të çonte ujë në mullirin e Edi Ramës. Dhe teoria e Edi Ramës, që Saliu ka bërë këtë, është jo vetëm që është e pamoralshme, jo vetëm që është e pavërtet, por s'ka lidhje me situatën reale, sepse ky ka 14 vjet në pushtet. Dhe unë bashkohem me thirrjet e popullit të protestës që cili do që ka keq përdorur pushtetin të përballet me ligjin. Por ky nuk mund të thoj Saliu për çdo justifikim, sepse ky e ka pas 14 vjet. Populli ja ka dhënë mundësinë më shumë se sa askujt tjetër. Bile më shumë edhe se Enver Hoxha gjysmën e kohës s'ka qenë njëri që merrte vendime, kanë qenë të tjerët që merrin vendime.
Ky ka 30 vjet në politik, ky Brekselep, dhe nuk ka bërë asgjë tjetër. Mere, hajde të analizojmë në një emision tjetër se çfarë përfitimesh i ka sjell Tiranës. E shkatroi përfundimisht Tiranën. Unë kam qenë si vjet para 1 muaj e gjys në Tiranë, vetëm jetë nuk bëhet. Vetëm cilësi jetë nuk ka. A nuk është ky që gjatë gjithë 3 mandateve të tia dhe 3 mandatet e tjera të atij krye Hajdutit të pamoralshmit që ishte kryetar bashkie, të gjitha lejet e gjitha vendimet ky i merrte. E kanë masakruar Tiranën. Shikoj bashkitë të cilat janë drejtuar nga Partia Socialiste, Bashkia Dajtit, ishte Dajti i gjelbërt komplet. Dhe sot asnjëri s'përballet me ligjin. Dhe është ajo që thatë ju pak më përpara, që këto janë atje shërptor të krimit organizuar. Nuk është ky që e drejton krimi organizuar. Është tani krimi organizuar që i thotë ti, ne do investojmë këtë, ne do bëjmë këtë. Prandaj ky është i tmerruar, sa ato i kanë thënë, do të marrim ne zvarr. Dhe nuk kemi për të pas të nevojë me e marrë këtë zvarr. Do e marrë krimi organizuar, që ka hull 10 milion euro, gjë të cilën kanë pas garanci Edi Ramën. Dhe pikërisht, kjo është gjithë lufta që ne shqiptar-amerikanët, pra ato pak persona që po angazhohemi, po harxojmë edhe ato 5 lekë që i fitojmë me djerës të ballit, që s'na financon dhe s'na ka mbështet kërkush, dhe s'na ka thënë askush faleminderit dhe mësot, edhe pse ju kemi dhënë mira vota, deri dje, po vazhdojmë që të ju tregojmë sa më shumë informacione këtyre në mënyrë që të krijojmë kushtet për largimin e këtij, sepse ky nuk është vetëm rrezik për Shqipërinë, po ky është rrezik edhe për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe interesat e saj. Pavarësisht se hiqet sikur është pro-amerikan, ju e dini që gjithë maskaret përdorin flamurin amerikan, ndërkohë bizneset i bëjnë me kinezët dhe me rusët. Kur më thonë Hidayet Beqiri, kolonel, që ti je anti-amerikan, aty e kam jam bindur domethënë që pro-amerikanizmi dhe anti-amerikanizmi është streha e fundit e sharlatanëve në Shqipëri. Të gjithë sharlatanët futen si pro-amerikan këtu. Kur u intereson. Ndërkohë bizneset i bojnë me rus, me malazez, me serb. Pra, ky nuk ka sjell një njeri të Amerikës këtu në 13 vjet, 14 vjet, të ka sjell 3 herë Vučićin. 3 herë, më thënë Vučići dhe çdo serb tjetër nuk ka ardhur ndonjëherë në 36 vjet këtu. Ta heqin pjesën e Titos në Jugosllavi me komunizmin e gjitha. Po në 36 vjet s'ka ardhur një zyrtar i lartë serb, ky ta ka sjell 3 herë. Motrën e vet Vučićin, i cili është, e thatë juve, që parë ministri i propagandës Miloševićit, a kupton, më thënë kriminalit luftës, i dënuar nga gjykata Hagës. Ky e ka sjell tu. Edhe mbahet me atë lulën, Kosova është realitet. Po çka ke thonë ti, Kosova realitet është, se doje ti ta bëje Kosova realitet. Desha Amerika që e bëri Kosova realitet. Ky ka qenë kundra NATO. Pikërisht. Ky ka qenë kundra rrugës Durrës Kukës. Ky ka qenë kundër UÇK-s, kundër stërvitis. Ky ka qenë, nuk të kujtohet kur tha veriu i Kosovës është toke askujt? Ky është një nga njerëzit kryesor të Ballkanit hapur. Ky është një nga personat kryesor që i ka fut thikën mas shpine Albin Kurtit dhe gjithë institucioneve të Kosovës. Ky është njeriu më anti-shqiptar. Më lejo të të them me përgjithësinë më të madhe. Sot, më shumë se 75% e tregtisë që bëhet në Shqipëri është komplet madhrat vinë nga Serbia. Pavarësisht se një pjesë e etiketave janë etiketa shqiptare. Influenca e serbëve është e jashtëzakonshme. Asnjëherë më parë, kur më parë, nuk ka pas influencë kaq të madhe, sepse është vetë regjimi i Ramës, regjimi i kryesorës, i cili i ka facilituar atyre të rritje të influencës serbe. Dhe pranaj thash, populli shqiptar duhet një herë e përgjithmonë, ky është momenti historik që ju bëj thirrje, në rast se
nuk doni që ajt na largoj gjithë shqiptarëve jashtë Shqipërisë, është momenti që ne të largojmë atë dhe gjithë sorrat e rilindjes. Dhe pastaj, ky do të përballet me gjithë këto gjëra, sepse ky po përgatit edhe djalin. Ky mendon që ky ka pru djalin tani këtu në Amerikë. Ky mendon që djali po përgatitet se do drejtoj Shqipërinë. Mbretëri nuk e kthej thot, po unë djalin thot, zao do drejtoj Shqipërinë. Prandaj këtij duhet dhënë, këtij dhe sojt të tij i duhet dhënë një leksion historik, që të gjithë ata që do guxojnë të lozin me sovranitetin dhe integritetin kombëtar duhen hedhë në koshin e plerave dhe pastaj ato pjesë të tjera kuptohet. Nuk kam se t'i them këtu në televizor apo unë mendoj që ky e ka marrë sigurinë nga apatia shumë vjeçare e popullit tonë. Një popull i cili revoltën e ka nxjerrë nëpërmjet emigrimit. Dhe këtë unë e kam parë edhe te Mitat Frashi, tek shqiptarët, e cikli shqiptarët. Shqiptarët që në atë kohë revoltën e tyre e nxjerrin në emigrim. Por ndryshe nga ajo kohë e Mitat Frashit, që citonte zoti Mitat, edhe që unë e vlerësoj shumë, e çmoj shumë si figurë historike shqiptare, pa shkak se shumica nuk e njohin nga komunizmi. Shqiptari largoi për të kthyer prapë, për të ndërtuar pronën e babës. Tani ndryshimi ka ndodhur kolonel, që shqiptari po largohet për të zhdukur për mos të kthyer më në këtë vend. Edhe literalisht të betohet shpendi, në qoftë se neve humbim të luftë për atë zot, sa do të jemi të fortë, të jemi të fortë psikologjikisht, se e kemi treguar vëlla që jemi të fortë psikologjikisht, se kemi tërë shtetin kundër tani, kemi tërë projektorët e shtetit i kanë qendër të vëmendjes. Të vjen lodhje, të vjen maraz të shpirtit, thua unë jam 33 vjeç. Të vazhdoj prap tani me hajnitet durosh ta ulan ballën e Belindën, e lloj lëtyre, Zengjine, Sara Mingla, Emile, Eramion Kurtra, Mr. Nobody, të durosh prap ta 4 vjet tjerë, po është e tmerrshme, më mirë ikësh duke ndërtoj jetën. Po kur bën ajo Sara Mile si intelektuale e madhe. Mos na rap mortën e dyve, kupton ç'a bëhet, se kjo është në të rënd mortën. Me për emision si përfaqësuese. Përfaqësuesja e burgaxhive. E Suel Qelës e kompani. E kupto? Prandaj ky është moment historik. Dhe më beso, të gjitha këto në YouTube janë. Ky është momenti i fundit, ne do ja dalim shpend, sepse ne kemi të merruar atë, dhe në rast se ai do na provokoj, ne do zgjedhim edhe rrugë tjetër pastaj. Sepse ju e dini, a nuk po e provokon? A nuk e ka provokuar deri tani? Ai e ka provokuar shumë, kolonel. Unë kam qenë aty, jam për ditë. E ka provokuar duke na ngritur kurthe. Është shumë trigi. Është intrigant, duhet ja japim vlerën. Më thënë çfarë është e Zotit është e Zotit, çfarë është e Çezarit është e Çezarit. Për intrig shok veten ka ky. Sepse ky nuk ka burrni. Po nuk patë burrni, fuqizohet intriga. Po nuk patë empati, fuqizohet intriga. Po nuk patë dashuri, fuqizohet intriga. Sepse mua aty tjetrit na e pamundsohet intriga, sepse un kam ndjenja për ty o vlla. Kur vjen fundi të më dalë vlla, se unë kam shumë xhan kolonelin, nuk mund ta çoj në përmend që t'ja ha pas krave. Kupton edhe pup stepem. Nuk funksionon intriga dhe unë jam i paaftë në intrigë. Kurse ky është intrigant, çast na ka kthyer. Unë e di shumë mirë që mua do më fut në burg. Po e di shumë mirë, do të më ndjek kandidimin, sepse unë jam ndër të vetmit në atë protest që e kam shpallur që ditën e parë vlla. Kam përfaqësim politik veten time. Sepse kam 5 vjet vlla që bëj politik, nuk e se kam hyrë sot marr politika nga protesta. Ai e di shumë mirë këtë gjë. Ai e di shumë mirë edhe impaktin që kam unë njerëz. Edhe se sa është ngritur figura ime etj. Do vetëm më djegi kandidimin. Domethënë do të më bëj mua të fuci luftë me vëllezërit tanë që janë policët. Edhe unë zero përplasje me policët. Zero. Po kur them 0-0. Vim protest, shefa si jeni, iki nga protesta, Zoti ju ruaj shifen nesër. Se s'du me i dhon shansin që të më fuci mrena, jo se kam frikë. Po të pak më fut mrena për një gjë që e kam bo vlla, jo një gjë që do ti të më futesh mrena të ndjekësh kandidim. Fillosh dhe me gjuetin e shtrigave. A e kupton se ai të mërshëm është, ky është, domethënë dhunën ky e bën në rrau. Vjet aty në Amerikë, shkon aty Gjenca Barbona, që i ka gjetë gjithmonë të ambasadorët që i plen me €1 1 euro metri katror diku, Soreka me shok.
apo kjo Marta Jogurti, Marta Kosi, apo e debilja tjetër, guvernatorja Yuri Kim, shkojnë dhe thonë shikoj këta janë të dhunshëm. Shkojnë me Molotov. Ta janë kundër shtetit, jo kundër qeverisë, pra e duan të shkatrojnë institucionet. Ndërkohë që kjo protest, ma gjeni juve, ju sfidoj të gjithë, me gjeni një protest që nuk është hyer një xham. Kisha të pjesën e idiocisë të komisariati, apo e incidentit e konsullata e Izraelit, që e di dhe bufi, edhe bufi natës e di që ka qenë e paguar nga Edi Rama, edhe nga njerëzit e Taulant Pallët. Organizuar dhe e bërë nga vetë ambasada vetë, në bashkëpunim me Ramën. Do më thënë, se di, nuk e di o kolonel, do më thënë, ky do me në kur. Qëllimi i këtyre bisedave është spari për t'ju argumentuar se situata në cilën ndodhet Shqipëria është emergjente dhe kjo është detyrë e secilit nga ju që keni një telefon, që keni një megafon, që keni një podcast, sepse sot shqiptarët shpend kanë bojkotuar emisionet e prime time-it të televizioneve të blera nga Edi Rama dhe fatmirësisht 1-2 televizione kanë ngel Shqipëri që përfaqësojnë zërin e popullit. Një nga cilët jeni dhe ju, një nga cilët një tjetër që dalëllon vazhdimisht kur më ofrojnë për dhënë një intervistë modeste. Ajo që i të merron Edi Ramën dhe kompani është sepse secili nga ne sot e ka këtu median e vet dhe siç e thatë edhe ju 200-300 mijë shikime, del një shqiptar analizon situatën politike. Kam vetëm një mesazh për të gjithë ata që janë ndjekësit tanë. Ky është momenti historik që të bashkohemi të gjithë bashkë kundër regjimit anti-shqiptar të kryesorës Edi Ramës. Ky është momenti që të gjithë bashkë lërini dallimet politike, lërini dallimet fetare, lërini dallimet krajnore. Të pëlqen shpendi, të pëlqen shpendi. Bashkohuni të gjithë bashku të largojmë Edi Ramën dhe largoni nga kërkimi i protagonizmit për të dalë 500 veta në protest, sepse protesta meriton zgjedhjen e njerëzve që kanë eksperiencë, që kanë aftësi politike, që kanë moral, që kanë integritet, po që kanë edhe dije për ta bërë. Sepse politika tek e fundit është përgjithësi dhe nuk është një sport që mund ta bëjë çdo kush. Është një sport, është një veprim të cilit ju duhet të mbështesni njerëzit të cilët kanë dhënë, kanë qenë zëri juaj dhe që kanë mundësi për t'ju përfaqësuar me dinjitet. Dhe pikërisht mos e dëmtoni këtë moment historik. Mos i vini shkelmin këtij momenti historik, por të gjithë së bashku, edhe ne jashtë, edhe ju brenda, e gjithë së bashku të largojmë Edi Ramën, i cili është e keqja më e madhe e 2 shekujve të fundit në Shqipëri. Kolonel, kam edhe një pyetje për juve. Si e paramendoni, më thënë, a mund të bëni një dekodifikim totalisht politik të brendshëm se si mund të ravizohet situata politike pas rënies së këtij establishmenti, sepse unë jam i bindur që me rënien e Ramës, ne nuk do rrëzojmë vetëm Ramën, individin, ne po rrëzojmë ramizmin. Po bashkë me ramizmin, po rrëzojmë edhe berishizmin. Që në thelb janë e njëjta gjë, po e updateuar për keq te ky, se ky është më pervers se sa doktori. Doktori, politikan i mirë apo i keq ka një bosht familjar, pra